Mbi 1 milion euro është shuma që Nushi Logja Bicaj po kërkon përmes gjykatës nga kompania e sigurimeve Kosova e Re. Këtë shumë ajo po kërkon si kompenzim për dëmin e pësuar në aksidentin e trafikut, pas të cilit ajo mbeti e paralizuar. Pasi theksoi se ka kundërshtuar ekspertizën mjekësore dhe ka kërkuar praninë e mjekëve ekspert në seancë, Jeton Berisha, avokati i kompanisë së sigurimeve, tha se Kosova e Re është e gatshme që të dëmtuarës t'i paguajë kompenzim real. Deklaruam edhe në seancë, po prapë deklarojmë se ne si kompani jemi të gatshëm të ofrojmë kompenzimin real që një praktika gjyqësore për cilën ka mbulesë siguruese dhe që si çdo kompani tjetër edhe ne e ofrojmë të njëjtën shumë. Mirë po nuk do të pranojmë të mbulojmë kërkesa të cilat edhe se janë në kundërshtim me ligjin, nuk kanë mbulesë sigurisë dhe të njëjtat janë marrë jashtë procedurave ligjore, përkatësisht janë marrë në kundërshtim me udhëzimin administrativ mbi referimin e rasteve jashtë qendrës klinike universale. Ndërsa Besnik Nikshi, avokati i paditësës, tha se në këtë seancë ishte parapartë të mbajë fjala përfundimtare dhe të përfundonte shqyrtimi kryesor i gjykimit. Mirë po me propozimin që të deklarohen edhe ekspertët mjekësor, sipas tij pala e paditur po synon të prolongoj sa më shumë procedurat. Pretendimet janë mbi 1 milion euro. Mirë po sot ajo që mund të pritej, duke pas parasysh sjelljen e të paditurës Kosova e Re, që të prolongohet tutje procedura, është propozuar që seanca të shtyhet dhe të ftohen në seancën e radhës prap ekspertët mjekësor për të deklaruar lidhur me pasojat, lidhen kauzale të pasojave me aksidentin. Avokati tregoi se klientja e tij si pasojë e këtij aksidenti ka mbetur e paralizuar dhe vazhdimisht është në përkujdesje mjekësore, për çka familja shpenzon shuma të mëdha parash.